Kështu që sa kohë që ligji shqiptar është i qartë, sa kohë që kushtetuta e Shqipërisë është e qartë, sa kohë që praktika e gjykatës kushtetuese të Shqipërisë është e qartë, për çfarë na duhen modelet e nuk e di, se si mbaj Hungarisë, Moldavisë, Belgjikës, Iranit apo Marsit, na duhen. Na duhet modeli shqiptar dhe mbi bazën e tij ne marrim vendimet dhe diskutojmë kompetencën. Ka një gjë që ndoshta meriton të thuhet pa u lodhur, se është e rëndësishme. Është një maksim që ju e keni përdorur pothuajse në të gjithë vendimet tuaja gjyqësore. Unë po e citoj nga një vendim, çfarë do, nuk ka rëndësi, një vendim i 2024. Në vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjeve, gjykata niset nga prezumimi i kushtetueshmërisë të tyre, si dhe nga mundësia e interpretimit pajtues të tyre. Është shumë e rëndësishme. Dhe shumë e rëndësishme për momentin e parë kur ju vendosët të merreni me këtë çështje. Pse? Në qoftë se shikoni me kujdes, në themel të kërkesës, kur ajo u paraqit, tash më duket se pas ka ndryshuar qëndrimi, por kur ajo u paraqit, kishte një arsyetim. Shkronja B dhe C të nenit 62 janë antikushtetuese. Prandaj, ne zbatojmë nenin 115 dhe nga kjo ne fitojmë të drejtën tonë për të angazhuar gjykatën kushtetuese dhe për të bllokuar efektet e vendimit të qeverisë për shkarkimin. Kur e pranuat, ju bëtuajnë prezumimin se nevi 62, të paktën 2 shkronjat ti janë antikushtetuese. Në një procedurë, jo sipas shkronjës A të nenit 131, që do të ishte procedura e rregullt për të diskutuar lëndën e pajtueshmërisë ligjit me kushtetutën, por një procedurë gjykimi themeli, siç e tham duket një nga anëtarët e nderuar të trupës, sipas nenit 115, që është procedurë e huaj për të diskutuar pajtueshmërinë. Tani unë jam i vetëdijshëm për faktin që ky prezumim nuk vinte si kërkesë tek ju, vinte si konstatim. Konstatim, të cilit ju e morët si të mëlqen, çështja juaj, nuk ka rëndësi, po unë duhet ta evidentoj këtë gjë. Pra, mbi një konstatim të pa rregullt, të pa bazë dhe jo kushtetues, u nis kjo procedurë shqyrtimi administrativ. Sot që flasim, siç doli nga debati, kërkuesi nuk e ka më këtë qëndrim. Nuk e kërkon më deklarimin antikushtetues të shkronjës B dhe C të nenit 62. Tani ka një qëndrim tjetër, që i duket më i përshtatshëm, qëndrimin e interpretimit në koherencë të dispozitës së nenit 115 dhe dispozitës së nenit 62 të ligjit. Por, maksima juaj ngelet, parimi që evidenton kërkuesi, duke thënë që duhet akte, do të thënë, dispozita të shihen, të lexohen në harmoni me njëra tjetrën dhe sipas hierarkisë, rrjedh nga kjo maksim. Rrjedh nga arsyetimi fillestar, gjykata kushtetuese në analizë niset nga prezumimi pajtueshmërisë tyre.